Përshëndetje me emisioni 05, jemi në qytetin e Lipjanit. Jemi sonë të këtu për pyetjen, a duhet të qeverisë dhe 4 vite kryetari aktual Imre Ahmeti? Kush do të mi fitu zgjedhjet? Kjo është pyetja. Zgjedhjet? Po. Ma i forti. Cili është më i forti sipas teje? Imria është i mirë. Sipas teje ka punuar apo jo? Po, besoj që po. Ka punuar dhe i meriton edhe 4 vite? Po, vallai Bas punës, projekteve që i ka punës, po shihet po. Projekti më i madh sipas teje që ka bërë këto vite? Vallai ka punu, po të qërë ngam. Përpara kanë thonë plesht. Nuk është si mi mojt 20 copa dele me qitë 100 gjergj, sikur 62. E po Imria e ka pos terrenin e Shkep, se i ka 62 fshotra Lipjani. Edhe a mënu me përfshi gjitha ka pak, për me mri pak. Mirë po, mirë, ka punu, është të punu. Nëse vazhdojnë edhe 4 vite, besoj që e ka pak ma letë. Ashtu, falenderoj shumë, përshëndes, kalë mirë. Respekt, falenderoj.